politik ka mos besim ndaj subjektit tjetër politik, është qëndrim që ata kanë të drejtë ta kenë. Unë nuk po kritikoj pse ata insistojnë në kandidaturën edhe kundër kandidaturën për këtë pozitë. Kritikoj procesin për cilin ata nuk kanë qenë në gjendje të ofrojnë emra serioz ose kandidatura serioze. Kjo është e pavërtet. Kjo nuk duhet me thonë në emisione televizive. Jeni analiste politike. Unë e marrë përgjithësim për fjalët që them. Ju nuk e vlerësoni mendimin e tjetrit, ju mund ta vlerësoni vetëm atë që thoni ju dhe e konsideroni të drejtë. Propagandë është diçka tjetër. Çfarë ka propagandë të drejta? Ose tifo, vetëm tjetër më i qartë. Është diçka tjetër. Çka ka propagandë këtu? Nuk bëjnë tifo. Vetëm ta sqarojmë këtë pjesë, ta sqarojmë këtë pjesë. Çka ka propagandë këtu te deklarimi i zonës Hajdarit? Te zona Hajdarit, nëse i bën tifon në partisë, në rregull, jam unë them në rregull, po bën për partinë pushtet, bën tifo. Kjo është duke dhënë qëndrimin e saj. Po nëse do jam me fol realitet, çka ka ndodhur? Në baza ditore. Ç'është duhet më ndodh? Or në bisedojmë çka ka ndodhur dhe ç'është duhet më ndodh. Çka ka ndodhur? Ka ndodhur takimi, kanë kërkuar që. Cili janë emrat, zoti Recaj, po kthehemi edhe një. Po them që në emisioni do të marrë rastësisht figura se emri. Ti dëshiron të shpërpoha në fazën tjetër për treguar seriozitetin. Nuk mundesh të më dhoni emër, kur e di që ti numra tu nuk i merrin emrin. Ti mas mori du më pajtu që ti ke të drejtë me propozuar emrin. E ai kur partuhet ai që ti ke të drejtë me propozuar. I tregon emrat, kërkon largimin e dy emrave që vijnë nga subjekti politik tashmë të propozuar. Edhe pastaj kandidatura dhe kundër kandidatura potenciale do të merrni mbështetje ose jo. Ka mundësi që mbi këto kandidatura të ketë konsenzus edhe më të gjerë, të merr vote edhe nga AK, të merr vote edhe nga LDK. Ideja fillestare edhe nga vendosja ishte që të ketë një kandidat konsensual. Por të ndryshoj me kalimin e kohës, sidomos të ditët e fundit të këtij afati kushtetues, nga që kemi parë deklarata të zotit Kurti që insistojnë në glaukonjusën apo jo, dhe bashkëqeverisja e ka ofruar LDK-s, me pas edhe kompromisi për postin e kryetarit të kuvendit, por jo për presidentin. Pse për kryeparlamentarin e jo për presidentin? Po kushtim besoj që ka ardhur për shkak që LDK, nëse kthehemi në retrospektiv, ka insistuar në një marrëveshje klasike politike që është për shumë prej dish që merremi me këtë punë, ka qenë e çuditshme, marr parasysh që ne kemi humbur vitin 2025 për shkak të LDK-s, e cila nuk ka shfaqur gatishmëri për të bashkëpunuar as me vetvendosin e as me PDK-n. Ka qenë qëndrim i partisë që ne kemi respektuar, kemi shkuar në një proces zgjedhor, pastaj secili ka marrë të rezultatin që ka marrë. Fakti që kanë insistuar në një marrëveshje klasike politike, që në gjuhën politike nënkupton ndarje të ministrive, ndarje të pushtetit, ka qenë e mirë pritur, pa diskutim, po kemi prit që ka me has në hezitim nga lëvizja vetvendosi për të ndarë pushtet, sepse ne tashmë e dim që ata kanë konsoliduar qeverin, kanë marrë pozita dhe kanë ndarë ministri për njerëz e tyre, sepse kanë marrë një rezultat për 51.11%. A e çfarë ndodhi është insistimi për të ndarë pushtet. Pastaj, siç e kuptuam, në takim ka pas interpretimi i këtij termit, një marrëveshje klasike politike, e ka shpjeguar Lumera Bexhiku në televizion atje. Edhe nuk e ka lidhur me marrjen e posteve politike ministrore. Marrëveshja klasike politike këtë nuk kupton, se siç e ka kuptuar zoti Abdixhiku, ngelet tek zoti Abdixhiku, unë nuk e kritikoj për çastin ose për interpretimin që ai bën kësaj marrëveshjes klasike politike, po në politikë kjo nuk kupton këtë marrëveshjen klasike politike të ndarjes së pushtetit. Një diçka që i është ofruar edhe prej zotit, ai është i vetëdijshëm që nuk e kupton atë çështje, sidomos në situatën kur qeveria është e konsoliduar. Se kompromis për kryeparlamentarin jo për presidentin ka vetëvendosje. Sepse tashmë është bërë një propozim për këtë pozitë dhe